Gjykata penale e Tiranës ka dënuar me 1 milion lekë të vjetra aktoren Eglaceno, e cila akuzohej për veprën penale të shpifjes nga moderatori i emisionit Stop, Saimir Kodra. Vendimi është dhënë mesditën e sotme, ku në këtë përballje ligjore ka dalë fitues Saimir Kodra. Gjatë një emisioni televiziv në podcast, Eglaceno, ish fituese e Big Brother VIP, deklaroi se në një rast të vetëm ishte ngacmuar seksualisht nga moderatori i një emisioni televiziv. Pas deklaratës së Eglës, reagoi edhe moderatori Saimir Kodra, i cili njoftoi se do t'i drejtohej gjykatës për mbrojtjen e reputacionit të tij. E vetmja përgjigje kësaj aktore të dobët, e këtij skenari po aq të dobët të ndërtuar do i përgjigjet ajo vetë në gjykatë. Kjo deklaratë e saj është në gjykatën penale. Ajo ceno ka barën e provës që të vërtetoj që këtu e 25 vite më pari pas kam kërkuar afera seksuale në këmbim të një vendi pune. Kësaj zonjes dhe aktores së dobët, pas 25 vitesh i del detyra që ta vërtetoj në gjykatë. Kam qenë dhe do të jem krah femrave që dhunohen, molestohen me fakte dhe me prova si gjithmonë. Unë s'di të kem punuar ndonjëherë as shefi i burimeve njerëzore që të punsoja njerëz, as recepcionist. Kam qenë moderatori thjesht i një emisioni që quhej Radio Mania. Është vënë në mes dinjiteti njerëzor. Kjo është një çështje penale për zonjën, por edhe për televizionin ku ajo e ka thënë atë deklaratë, kishte deklaruar moderatori. Ai paraqiti një kërkesë në gjykatën e juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, ku kërkon shpalljen fajtore. Në procesin gjyqësor të zhvilluar më pas, Egla solli disa versione mbrojtjeje. Fillimisht, ajo deklaroi se kishte frikë të paraqitej në gjykatë. Më pas, në një tjetër deklarim, tha se nuk e kishte përmendur Saimir Kodrën, duke u justifikuar se kishte thënë vetëm mbiemrin Kodra, pa përmendur emër. Në një seancë të mëvonshme, ajo ndryshoi sërish qëndrim, duke pohuar se deklaratat e saj nuk kishin të bënin me Saimir Kodrën personalisht, por me një kauzë simbolike për gratë abuzuara seksualisht. Në përfundim të procesit gjyqësor, Eglaceno u shpall fajtore dhe u dënua me vendim gjykate me 1 milion lekë gjob, pasi deklaratat e saj u vlerësuan si shpifje dhe dëm i padrejt ndaj reputacionit të moderatorit Saimir Kodra. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.